Pra, nëse bëjmë krahasime ndër vite, në vitin 2024, nga viti paraprak kishim një rritje prej 12%, ndërsa në 25 11% që është 1% pak më pak, mirë po në 2026, në këtë 6 mujor, kemi në rritje prej 14% që te i kalon edhe këto 2 vitet paraprake. Normalisht, rritjet e të hyrave në për administratat tatimore do të duheshin të ndjekeshin zhvillimin ekonomik të vendit, që është diko rreth 4%, megjithatë, kur ka evazion fiskal, ka mundësi që në 2-3 vite të hyrat tatimore të jenë pak më të mëdha se ngritja e zhvillimit ekonomik. Megjithatë, në 5 vitet e kalume kemi pas mesatërisht diko 12%. Kur planet tona kanë qenë që na do të te i kalojmë 12%, edhe mandej edhe profesionistët e FMN-s kanë qenë skeptik që një evazion fiskal që është zvoglu në 4 vitet ose 5 vitet e fundit që ka qenë 12% mesatarja, nuk do të duhej të mund të parashikoj me 15 ose 16% që ka parashikuar Ministria e Financave, por ne kemi te i kalu, domethënë edhe 2 vitet paraprake në këtë 6 mujor. Pra, të hyrat janë 14% më shumë se sa vitet paraprake. Nëse shohim ka përbërja se cila është kategori që janë rritë më së shumti, në pjesën e TVSH-s se kemi diku 47,48%, që është pjesa e të hyrave tatimore. Mirë po nëse sheni historinë e saj, për vitit 2024-2025, e kemi në rritje prej 16%, ndërsa 2025-2026 kemi 11%. Pra shihet një ramje e TVSH-s në krahasim me vitet paraprake, kjo na shpihet tek të dhënat shtesë që tregojnë se kryesisht të hyrat në të ardhura personale janë rritë prej 3% sa është viti paraprak, 20% këtë vit. Faktorët kryesor janë që është rrit numri i punëtorëve për 5%, edhe pjesa tjetër rritja e pagës minimale në 425 euro që ka qenë në këtë 6 mujorën e parë, e që tashmë është 500 euro, por kjo nuk paraqet në farë ndikimi tek ajo pjesë. Të gjitha këto janë bërë me për shkak të angazhimit që e ka pas ATK-ja. Po çka kisha dashur me theksu mu lidh pak me pjesën paraprake. Do tash na e kemi një staf jo nashti të stërvjetruar, po vjetë kemi pas moshën mesatare diku 51%, 51 vjet. 10 punëtorë na kanë dalë në pension vetëm këtë 6 mujorën e parë, po megjithatë me këtë mungesë të punëtorëve, edhe këtë moshë të shtyme na kemi rrit numrin e kontrollave për 37% në krahasim me vitin paraprak. Pra 35,7% është rrit numri i kontrollave. Po rezultatet nuk tregojnë që ka pas vetëm rritje efektive të numrit. Nëse sheni tabelën më poshtë, për shembull 2024 të ndikimin e tatim ose në evazion fiskal ka qenë 28 milion, 25 në 33, dërsa 26 në këtë 6 mujor është 58, afro 60 milion, që i bie një rritje 100% prej vitit paraprak. Me rritjen prej 35,7% të kontrolla e kemi rrit 100% pjesën e evazionit fiskal që e kemi gjetë. Pra, kjo nuk ka shënuar vetëm efikasitet në rritje të numrit të kontrollave, por ka treguar edhe efektivitet në mënyrën se çysh janë kontrolluar bizneset. Pra, çka numri i inspektorëve, i njëjti që ka qenë me 10 punëtorë më pak, ka bërë 35,7 kontrolla më shumë, po edhe efekti tyre ka qenë 100% gati më i madh me krahasu me vitin paraprak. E njëjta dinamik tregohet edhe te rezultatet e vizitave. Se në parim aty ka 2 aktivitete kryesore, pjesën e kontrollave që janë më fundamentale, edhe pjesën e vizitave që shënë një grupi inspektorëve që i vizitojnë bizneset në baza ditore. Edhe numri i vizitave është rrit diku prej 36,97% në krahasu me vitin paraprak se kanë qenë 11,900, tash janë diku 16,000 vizita në terren për këtë 6 mujor që janë bërë. Ndikimi në tatim ka qenë diku 85 milion, që prapë mundemi me thonë që edhe kjo rritje ka qenë edhe efikase edhe efektive për nga natyra. Nëse shihni sektorët për masat ndëshkuese që janë bërë kryesisht, domethënë nëse lidhemi me deklarimet e mia fillestare, kur kam marrë detyrën si drejtori i ATK-s, kanë qenë që ATK-ja promovon edukimin më tepër se sa ndëshkimin. Deri tash patëm të gjitha rezultatet në rritje,
shifni masat ndëshkuese ndaj tatim paguesve kanë shënuar rënje. Pra nëse shohim në numër, për vitit paraprak për 2700 kanë rënë në 2500, por nëse shihni edhe te pjesa e vlerës poshtë tabela, për dikon 1.9 milion sa kanë qenë 1.4 milion kanë rënë këtë vit. Pra, fryma që e kemi përcjell, ideja që e kemi pas fillestare, po jetësohet sot në ATK. Përveç rritjeve që i kemi në të hyra, në numrin e kontrollave, efikasitetin e tyre, ka rënje në pjesën ndëshkuese të bizneseve. Tek pjesa e borxheve kemi pas, mundëm me thonë që problematika kryesore në ATK ka qenë inkasimi i borxheve. Shpesh na kanë shkuar deri në 803 milion, që 1 miliard i kemi pas të hyrat vitin e kalum, edhe kemi konsideruar në të arritur jashtëzakonisht të madhe për 25 vjetorin ose 26 vjetorin e administratës tatimore. Mirë, po megjithatë pjesa e borxheve ka qenë pjesa më sfiduese për ATK-n. Fondi Monetar Ndërkombëtar e ka bërë një strategjie për koncentrimin e mbledhjes së borxheve në qendër të Prishtinës, mirë, po ne kemi pasur që nuk na ka funksionuar. Ne kemi marrë iniciativën me ndryshu, kemi pas diskutime të gjata të thella me to, mirë, po esenca është që i kemi bind, mandej që edhe faktet po na tregojnë që kemi pas të drejtë në çat reformë. Gjithë mbledhjen e borxheve i kemi decentralizuar dhe i kemi çuar për 10 regjione. Përveç aktivitetet që ATK-ja kryesisht i ka brenda për brenda vetit me stafin e vet që i bën, kemi edhe aktivitete me institucione tjera siç është dogana, Policia e Kosovës, Prokuroria, e këtu kam dashur me nda që e keni pas fundi edhe në media, aktivitetin e fundit që kemi pas aktivitetin për derivate ose operacioni për derivate, kanë qenë kryesisht ndara në 2 plane operative, plani penal edhe plani administrativ. 12 njësi në planin penal kanë qenë të organizume, 48 zyrtarë të angazhuar, 26 inspektor vetëm për pjesës e hetimit së ATK-s, edhe 22 inspektor tjerë tatimor prej regioneve të ndryshme. Në nivelin administrativ kanë qenë të organizuar ose të angazhuar 39 zyrtarë, 22 inspektor tatimor dhe 17 doganier. 30 pika të shitjes së derivatës janë kontrolluar dhe është regjistruar stoki i tyre janë mbledh prova, të cilat do të na shërbejnë neve për gjetjen e evazionit fiskal ose nëse ka edhe elementeve të veprave penale, se konsiderojmë që në këtë aktivitet pjesa më fundamentale ose më dërmuese kanë qenë inspektorët e administratës tatimore të Kosovës. Ne kemi pas zakonisht këtë platformën e denoncimit të hapur për tatim pagues edhe për qytetarët në mënyrë që me mujt edhe neve më na korrigju si ATK, po edhe atje ku nuk mundemi na me mri qytetarët me kry detyrën e tyre patriotike. Pra, vetëm e shihni që te pjesa e denoncimeve, diku 48.82% ka rritje në krahasim me periudhën paraprake të vitit 2025. Pra, 1759 denoncime, 1300 aktivitete të realizume, 219 denoncime në proces, 234 denoncime janë refuzuar kur s'ka pas bazë ose kanë prit informata tjera shtesë. Ndikimi i aktiviteteve është diku 271.000 euro, 753.000 euro janë qarkullim shtesë, 66.000 të vëshë, edhe 216 punëtorë të regjistruar shtesë. Pra këtë ky numri i punëtorëve po na reflekton me një farë mënyrë ose me një tjetër të rritja e tatimit në të ardha personale që ishte diku plus 5% në numër të punëtorëve, ose 20% që kishte një rritje prej treshit prej vitit paraprak. Edukimi edhe shërbimi ndaj tatim paguesve kemi thënë që është njëra prej pjesëve fundamentale ose kryesore të pjesës së ATK-s. 6.135 përgjigje për tatim pagues. Qofshin ato fizike, qofshin përmes platformave elektronike e kështu me radhë. 96.000 shërbime ose 14 seminare të realizume sikur me tatim pagues ose edhe me shoqatat profesionale. Nëse këshirmi është numri i deklarimeve diku mbi 2 milion deklarime elektronike, 50.000 vërtetime tatimore. Një tjetër e dhënë që është shumë e rëndësishme është që është bërë për herë të parë për shkak të ndryshimit që kemi bën brenda në staf, është një fond diku 45 deri në 50 milion i pashpërndam i kontributeve pensionale që është i pa identifikuar. Ne kemi filluar me identifikuar me komisionet veçanta, edhe deri më tash 5 milion
euro është vlera e këtyre kontributeve që është identifiku edhe është shpërndarë te tatim pagues që në parim e kanë paguar. 216 subjekte janë trajtu, edhe vazhdimisht është komisioni të punuar që me identifiku qëto edhe me ardhë deri në vlerën 0 nëse është e mundur ajo.